Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Në pjesën e parë do të ndërlidhemi me personalitetin e ditës së sotme dhe temën për të cilën do të diskutojmë. Do flasim për një temë shumë të bukur realisht, është një botim i fundit i autorit, teologut tonë të nderuar. Ky botim apo ky libër, le të themi, është i veçantë për faktin që flet për aftësitë komunikuese të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe sigurisht kërkon një përkushtim, përgatitje profesionale për t'u botuar dhe njëkohësisht për t'u shkruar. Se çfarë në fakt kemi të bëjmë me këtë temë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që vetë protagonistin e kemi të ftuar në emisionin tonë, pra botuesin e librit, teologun tonë të nderuar Hoxh Hasan Baftiari. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Besoj që të kalojmë bukur. Kënaqësi dhe privilegj fillimisht që t'ju kemi në emision për të bërë promovimin në një farë forme në formë modeste të librit tuaj, një libër shumë i veçantë. Ju përgëzojmë për punën të cilën dhe e keni bërë. Qëllimi që ta shkruani një libër të tillë, pra aftësitë komunikuese të Muhamedit, cili ishte ai motivi që ju motivoi të shkruani një libër të tillë? Fillimisht do të kuptojmë se ky libër më ka sjell titullin Magjistër. Dhe për zgjedhja e temës ka qenë nga mentori im, të cilin e përshëndes, pra doktor Abdullah Adawi nga Kutsi, nga Palestina, i cili tha është një temë e cila nuk është prekur, nga se unë doja diçka të bëjmë për jetën e profetit Muhammed a.s. Ishte ajo pjesa që mua më pëlqente më shumë dhe doja që të fokusohem më shumë në jetë shkrimin e profetit Muhammed. Kuptohet nga ndonjë prej prizmave. Dhe e tha është një temë që nuk është prekur as pak. Ka shkruajtur ndokusht arabisht, ndokusht ka shkruajtur turqisht, pak anglisht, apo në pjesa shumë të vogla, apo në ese, po jo në studime. Pra, ka shkruajtur ndokusht për body language, ka shkruajtur ndokusht për mimikat e fytyrës, ndokusht ka shkruajtur për lëvizjet e duarve, por askush nuk e ka shkruajtur historinë, apo nuk e ka bërë një studim analitik mbi historinë e profetit nga prizmi i komunikologjisë moderne, duke pas një komparacion dhe një studim mes komunikologjisë moderne dhe aftësisë së komunikimit të profetit Muhammed a.s. bazuar në 3 shtyllat bazë të komunikologjisë, pra komunikimi verbal, jo verbal dhe ai shkruar. Dhe tha, ata merr mendja se ti mund ta bësh, nga jo që unë doja ta bëj diçka për profetin e Allahut dhe me plot dëshirë mora temën, padyshim se ishte e vështirë dhe por falë Allahu Xhaleshanuhu që më dha fuqi, me mbështetjen e familjes, padyshim dhe miqve, dashamirëve, arritëm që të duket kështu. I bie kjo që edhe temë të magjistraturës keni pasur pikërisht këtë temë? Po. Sa kohë ju ka marrë për të punuar mbi këtë temë kaq të rëndësishme? Dhe njëkohësisht më intereson fakti cilat janë ato burime të cilat i keni shfrytzuar për të sjellë në dritë një libër të tillë. Libri Aftësitë komunikuese të Muhamedit a.s. me studimin analitik më ka marrë afërsisht 4 vjet kohë. Në 4 vjet kam punuar sistematikisht për çdo ditë. Intensivisht, do të thonë, dhe burimet kryesore padyshim ka qenë Siria, jetë shkrimi i profetit Muhammed a.s. nga Ibn Ishaq, nga Ibn Hishami, pra ato 2 bazat kryesore, pastaj edhe libra tjerë të cilët janë më shumë se 300-400, ke parasysh. Hadithet nga Buhariu, Muslimi dhe koleksionet e ndryshme të hadithet, pra që janë ato 9 koleksionet kryesore, kupton duke u bazuar në hadithet e vërteta dhe ato që janë hasen, të mira. Padyshim në konsultim edhe komunikologjisë moderne, librat e komunikologjisë moderne nga Universiteti i Shkupit, Universiteti i Tetovës, Oxfordi, Cambridge, Universiteti Columbia, Yale, pra nga autor të mëdhej botëror, dhe duke bërë një komparacion mes asaj që e thonë ato dhe asaj që është prezente në jetën e profetit Muhammed a.s. dhe e nxjerrëm këtu në dritë. Në dritë, sigurisht. Çfarë në fakt keni përshkruar në këtë libër? E përmendëm aftësitë komunikuese të profetit Muhammed, por cilat ishin mënyrat që profeti ishte shembull i komunikimit? Në këtë libër e keni, domethënë, nga komunikimi i profetit të Allahut me gratë, me fëmijët, me burrat e fisit, me njerëzit të cilët e besuan, me njerëzit të cilët nuk e besuan, me armiqet kryesorë që dëshën t'i bëjnë atentat. Komunikimi me mbretër, komunikimi me njerëz kryetar të fisëve. Pastaj kemi nga lëvizja
e buzëve, syve, mimikat e ndryshme deri tek vizatimi. Jetën e profetit dhe pastaj edhe letërkëmbimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndodh në vitin e 9 të Hijrit me presidentët, mbretërit dhe prisit e fisëve arabe. Pra, këtë këta janë të përshkruara në këtë libër. Kuptohet, është studim analitik që nuk ka nevojë me pas shumë volume, por është me një libër që nuk e kalon ndoshta 215 faqe, 219 ndoshta, por që gjenden të gjitha hadithet dhe gjërat të cilat janë të nevojshme për një studiues të komunikologjisë ose për atë që dëshiron ta njohë profetin e Allahut Muhammedin alayhis salam nga kiprizëm. Një temë mjaft sfiduese, duhet tash më herët përgatitje shumë profesionale që ju e keni për ta trajtuar. Është sfiduese nga prizmi se ke parasysh komunikologët modern, nëse na i konsultojmë ata botror, do të shohësh se ata i japin një fokus shumë të veçantë artit të folurit. Domethënë, melodia e zërit, bukuria, komunikimi me publikun, mënyra e menaxhimit, lëvizja e duarve, ku ta diunë mimikat e fytyrës, por që historia e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam ka një komunikologji të shëndorë që ka të bëjë me moralin e komunikologjisë, ka të bëjë me sjelljen e komunikologjisë, ka të bëjë me personin në fjalë, për arsye se i dërguari i Allahut dëgjonte me sy. Pra fliste me vepra. Ai me fjalët e veta i dërguari i Allahut vizatonte, pikturonte. Pra e pikturonte pikturën me fjalë. Ne lexojmë hadithin e Muhamedit alayhis salam, na e kuptojmë shumë lehtë se çfarë ka dashur të thonë. Pra arsye se ishte mënyra se si ai komunikonte me publikun. Pra neve i lexojmë hadithet që kanë të bëjnë me adhurimin, pra me namazin, me zakatin, me agjërimin, me haxhin, dhe na nuk e kemi pa profetin e Allahut. Nëse kemi pa profetin e Allahut, si është falë. Por hadithi aq bukur i ka rëndhit gjërat, sa që ti s'ki nevojë me e pa. Pra ai ka pikturuar me fjalë, por ka dëgjuar me sy. Edhe i ka mësuar sahabët me dëgjuar me sy. Dhe kjo është shumë interesant. Me dëgjuar me sy. Për arsye se bota s'kan nevojë me nëgu t'u folë. Bota kanë nevojë me të pa. Veprat e tua. Dhe ai edukonte sahabët ashtu siç i kërkoi Allahu fuqiplot Kur'an, mos e fol atë të cilën nuk e punon vet. Po mos kërkon nga njerëzit ta bëjnë një vepër të cilën ti vet nuk e ke bë. Dhe kjo ishte ajo që pejgamberi i Allahut te kalonte komplet komunikologjinë edhe të kohës së tij, po deri në ditën e fundit në këtë dynjë kam te kalu krejt komunikologji moderne, botrore, nga aspekti se i dërguari i Allahut fliste me vepra dhe i dërguari i Allahut nuk priste që dikush t'i jep duar trokitë se shumë bukur ke fol, se s'kish pas ne, s'ka nevojë mi tregu dikush shumë bukur ke fol, por arsye se ai qëllimin final e kishte t'i njoftë njerëzit me Zotin. T'i bëj njerëz të mirë, të sjellshëm, pra të sjellshëm dhe të edukuar në publik, të respektueshëm dhe të dashur në familje. Ai fliste me zon veshit, e qetësonte dhemrën dhe e rahatonte shpirtin. Një fjalim i tij shumë i shkurt. Pra i shef hadithet e pejgamberit alayhis salam janë shumë të shkurta. Pra i hadith kur është thonë me zon, e ka thonë profeti i Allahut me zon, inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Është shumë pak fjalë. Unë jam dërguar që juve t'ua plotësoj moralin. Shumë pak fjalë. Po këta fjalë kanë tingullu në vesh. E kanë qetësuar zemrën dhe e kanë rahatuar shpirtin. Në njëjtën kohë kanë pas 3 komponente bash çdo fjalë e pejgamberit alayhis salam. Dhe pastaj është ajo përgjegjësia e madhe se ti më shkruan dhe po shkruan për komunikologjinë e njeriu më të zgjedhur mbi fytyrën e tokës. Njeriu më të dashur për Zotin, njeriu më të mirë që e ka ngrohur dielli dhe e ka shëndrit hana. Njeriu më i mirë që e ka linjë një gru, njeriu më i mirë që e ka martuar një gru, njeriu më i mirë që dikush e ka pas bab, njeriu më i mirë që dikush e ka pas burr. E ke parasysh? Dhe ti flet për këtë, padyshim se nuk lejon gabimet. Padyshim. Dhe se po flasim për një komunikologji moderne, thjesht mundesh me gabu, në parathënie shumë kam gabu, nëse kam ndonjë gabim i kërkoj falje paraprakisht, është nga dobësitë e mia, aq kam arrit me bë. Ktu kjo nuk lejohet. Ose mos e bëj. Pra i duke shkruar dhe i duke bërë analizë për njeriu më të zgjedhur,
je duke bërë analizë për profetin, për njeriu që Allahu xhaleshanu e ka bashkuar emrin e vet me emrin e tij. Pastaj është shumë nuk është e vështirë. Kur e do një gjë nuk është e vështirë. Pastaj ti demonstron dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam. Çdo gjë në jetën e pejgamberit alayhis salam është e dokumentuar. Nuk ka asnjë personalitet i madh botror, qoftë edhe këta të shekullit 19 dhe 20 që kanë jetuar. Asnjë personalitet i madh botror nuk i ka të dokumentuara veprat, fjalët dhe lëvizjet më shumë se i dërguari i Allahut. Çdo gjë, nga momenti kur vjen profecia pra në shpellën Hira, dhe ai zbret nga shpella Hira në shtëpinë e vet tek Hatixha, dhe pastaj fillon komunikimi me njerëzit. Derisa komunikimi i fundit është i pejgamberit sa me melekun Xhibril kur i thotë meleku i vdekjes është pas dere, çfarë ti tham aty jap lejet fut apo të jap, jo thot le të futet thot nga se unë po dua shoqërinë me Zotin. Pra ky është komunikimi i fundit të pejgamberit alayhis salam. Deri këtu çdo gjë është e shkruar dhe e dokumentuar. Pra atëherë duhet studiuesi, pra duhet thjesht ti përveshët punët nëse do të më bën, nëse s'do të më bën shumë e lehtë. Megjithatë mund të na thoni ndonjë nga momentet ose shembujt e jetës së profetit që do të kishit dashur ta ndanit me publikun. Ke parasysh që i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam ishte ai i cili kur fliste me njerëzit linte gjurmë tek njerëzit dhe krijonte atë bindjen se unë jam më i veçantë për momentin. Pra ka raste të cilat unë nuk i kam përmend në libër, nga aspekti se është komunikimi një komunikim në lidhje me Zotit, me melekut Xhibril, pejgamberit dhe Hatixhës. Është një lidhje komunikimi që nuk e kam përmend, por është një rast shumë i veçantë, domethënë se nuk mund ta përshkruash ndjenjën. Ke parasysh? Vjen meleku i shpallës para Xhibrili alayhis salam dhe i thot pejgamberit të Allahut, bëj selam Hatixhës. Hatixha ishte në krevatin e vdekjes, pra ishte në momentet e fundit të jetës. Dhe kjo është Zoti ka bërë selam Hatixhës. O dërguari i Zotit, bëj selam edhe nga unë, pra edhe nga Xhibrili. Pra i thuhet nga Zoti meleku Xhibril, profeti i Allahut komunikon me njëri të thjesht. Jo profet, është bashkëshort i profetit, por një grua e cila sakrifikoi gjithçka. Hatixha në periudhën e vet, nëse flasim numerikisht sot nga analizat të cilat i kanë bërë dietarët e jetëshkrimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilët kanë shkruar për Hatixhën radhiyallahu anha, ka qenë një miliardere, jo milionere, miliardere. Dhe komplet pasurinë e vet, komplet fuqinë e vet ekonomike e fut në funksion të mesazhit profetik, në mbrojtje të Muhamedit alayhis salam. Dhe jo rastisht vdekja e Hatixhës për pejgamberin sa ishte viti i pikëllimit, i dëshpërimit, i mërzisë. Dhe pastaj kur ndalesh nuk e ka komentuar askush, për arsye se nuk ka thënë më asnjë fjalë Hatixha, radhiyallahu anha. Po kur ndalesh ta mendosh këtë lloj komunikimi dhe ndalesh ta analizosh dhe të rish çaste, nuk ke përgjigje. Të përshkruash vetëm një gjë, asgjë tjetër. Se Zoti i ka thënë melekut Xhibril dhe meleku Xhibril ka punë një selam deri te profeti i Allahut, është e mundshme, pse ka ndodhur. Nuk është e pamundshme, pse ata kanë komunikuar me profetin e Zotit. Pastaj në moment përpose po ta japim një ajet kuranor ose një hadith kutsi, po ta japim një selam për Hatixhën. Edhe kjo është e mundshme. Ajo që nuk dihet, çfarë mund të thuhet? Si është ndi Hatixha në moment kur Zoti ka bërë selam? Thjesht ai emocioni i momentit, si është ndi ajo në moment. Askush nuk mund ta përshkruaj madhështinë asaj gruaje. Sa e madhe ka qenë ajo. Konsultuesja kryesore e profetit Muhammed alayhis salam. Ajo me të cilën është konsultuar dërguari i Allahut çdo lëvizje ditore, programin ditor, agjendën ditore, Hatixha me pejgamberin alayhis salam e kanë bërë bashkë. Njëra ka shkuar tek familjet, tek gratë, atyre burrave të cilët pejgamberi sa do të shkojë te burrat. Hatixha e kalon njërin nga vajzat në shtëpi me bë buk, pra mi kulthumi ka bë buk, kush e Zejnebën dhe Rukini ka marrë me vete për me bë ftesë në Islam, mi ftu njerëzit ta pranojnë Islamin dhe profecinë e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pra, agjendë ditore familjare, ke parasysh jo vetë, pejgamberi sa nuk ka dalë vetë në rrugë, si familje ka dalë me realizu misionin profetik. Dhe kjo komunikologji, unë nuk e kam përmend në të këtij libri për arsye se nuk ka ardhur puna këtu me përmend, por është ajo që më kalon mua më tepër që
Se edhe mentori më ka thënë që nuk ka nevojë të përmendet në kur shkruhet jetë shkrimi i profetit në aspekti emocional, atëherë do të shkruhet diçka, por kjo është ajo më e veçanta, sipas meje. Po. Megjithatë ka ndoshta ndonjë ndërlidhje sigurisht me pyetjen paraprake, ndonjë fragment që ju ka lënë juve më shumë bresa nga jeta e profetit në aspektin e komunikimit? Komunikimi i pejgamberit alayhis salam me fëmijët. Ke parasysh tani jemi në fushat parazgjedhore dhe mund të shohësh kandidatët se flasin me të gjithë. Po. Por kjo vazhdon deri me datë 19. Dhe pastaj nuk komunikojnë më. Ndoshta do komunikojnë tash, mos ti paragjykojmë, por po flasim nga e kaluara. Nuk komunikojnë më. Dhe nuk dojnë me të pa më, se që duhesh, kur ju dashte u kri muhabetit. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeriu i dimensioneve të veçanta. Këtë mund ta themi lirisht, njeriu që edhe ata të cilët nuk e donin, edhe ata të cilët e urrejnin, mbetnin pa frym kur komunikon me këtë. Doli një ditë nga shtëpia dhe pa një djalë i cili kishte emrin Umeir. Dhe ai kishte një kanarin në dorë. Edhe pejgamberi alayhis salam me veti, ja Umeir kefe nuger. Umeir si është kanarina, nugeri. Tha mirë i dërguari i Zotit, por e ke parasysh edhe i dërguari Allahut u largu. Fëmiu si fëmijë që është afër mendjes, ai nuk e ka pas atë shqisën sa po e shtrëngon, sa s'po e shtrëngon, ai është një kanarinë ose një papagall i vogël, një zog. Dhe e ka mbyt. Kur u kthi pejgamberi sa me paçi Umeri po çante. Ke parasysh presidenti i shtetit, vula e profetëve, bardhësi i flamurit profetik, udhëheci i misionit të profetëve, i pari që do të futet në xhenet, më i dashur i Zotit, vetëm i Zotit që i tha ti du, kreti thirrte me emër, pejgamberi sa me thirrte me epitet. Kreti ky ul me ngushëllu një fëmijë 3-4 vjeçar pse i kishte ngordh papagalli. Çfarë komunikimi? Ke parasysh i tha, "Ma ju pkike ja Umer, çfarë bëri me çajt?" Umer tha, "Mate nuger, tha ka vdek nugeri." Ke parasysh i dërguari Allahut e ngushëllonte me qëllim që ai mos mërzitet. Dikush i tha, "I dërguari i Zotit", tha dhe me këtë tha tash, domethënë kena punë më të mëdha, tha dhe për këtë tha do të llogaritemi tek Zoti. Tha nga se edhe kjo ka botën e vet. Edhe për botën e këtij duhet mund dalë dhe me mendu dhe me komuniku dhe me ja kuptu botën. I dërguari i Allahut komunikonte me dashuri. Pra shumë e veçantë është mënyra kur ti komunikon me një njeri, për komunikon profesionalisht. Flet për një temë caktuar ose flet për një biznes caktuar ose flet për një profesion të ndryshëm dhe flet në aspektin profesional, terminologjia në vet. Pejgamberi sa i bante skip këta gjëra. Nga se kur uleshte me njeriu të parëngjan që e pyeste, i thoshte nga ke ardh. Kush është atje? I tregonte nëse ke njeh do kent atje. Është ai stili i komunikimit që e kanë pas gjyshrit tonë. Pra nuk është ul me pi ujë me ty përderisa nuk të ka vetë babgjesh pi ku e ke. Me qëllim që me t'u afru, me ta gjetë një nije lidhse edhe ty me të pa ti që ke pi atij vendi dhe na po njihemi. Pastaj nuk e fillonte bisedën nëse nuk e pyesta ke hangër bukë. Ai i lodh, ki nevojë për pushim, na flasim, pushot një herë, na flasim përsëri. Ke parasysh, pra kjo është ajo që i mungon komunikologjisë moderne sot. Pikërisht. Dashuria, morali i komunikimit, komunikimi shëndosh. Këtu e kisha në fakt pyetjen e radhës. Të i rikthehemi realitetit ton shoqëror apo shoqërisë ton bashkëkohore ose le të themi moderne. A mendoni që apo çfarë sjell shoqërinë ton pikërisht nga mungesa e komunikimit apo aftësisë komunikuese ose komunikimit të shëndosh? Që neve nuk kemi mungesën e informacionit. Na kena informacion sa s'kena takat mi marr. Na nuk e kemi aftësinë e menaxhimit të informacioneve. Nuk dina mi menaxhu, nuk dim ku mi dhon përparësi dhe kë më e lën pak më vonë dhe na kemi mungesën e moralit në komunikim. Na nuk kemi komunikim të shëndosh. Na kemi komunikim me ngritjen e zërit. Kanë thënë dietarët shumë mirë. Kanë thënë nëse ngrit zërin, bubullima
nuk i lit lullet. Lullet, pikrisht. As shiu me rebesh nuk i ujit, po duhet qetë, but. Pejgamberi sa më fliste but. Edhe nëse dikush e ngriste zërin, ai e dëgjonte me atë vëmendje, derisa ai qetësoheshte duke bërtit, i harxhonte fjalët, i harxhonte bisedat, thoshte tash u qetësove, po ulet tash dëgjoj. E vërtetë është ndryshe. Dhe kur e shifte, çfarë njeriu është ky? Si komunikon ky me njerëzit? Pra, i dërguari i Allahut asnjëherë nuk ka ndodh që ndëkuj t'ja jape dorën dhe mos ta shiqojë në sy. Ose kur ndëkush t'i ka thonë selam, mos kthehet komplet me trupin nga ai. Me shiqu. Asnjëherë nuk ndodh me shku dikun musafir tek një familje dhe më ul ku t'kete qefaj. Dhe ndalonte. Thoshte kur shkoni musafir, uleni atje ku t'ju thojë zotriu i shtëpisë, i pari familjes. Ai e din shumë mirë se ku e ka paraqit vendin tënd. Asnjëherë nuk uleshte duke ndi veten se unë jam më i madh dhe duhet më ul në krye të vendit, jo uleshte aty ku ka vend kur fusteshte në mexhliset publike. E urrente dukush më ngrit në kam. Thoshte mos ju ngritni në kam për vetë Zotit askuj. Mos më ngritni në kam mua. Pse më ngriteni në kam? Unë jam djali e Minës, prej Mekës. Ke parasysh? Pra, këta gjëra e bënin që ai t'u afitoj zemrat njerëzve. Dhe kjo është ai komunikimi që na mungon neve. Na nuk e hapim telefonin, neve nuk përgjigjemi në mesazhe, neve flasim me vreshtësi, neve mbrojemi kur flasim, neve nuk dim me buzëqesh, neve nuk kemi ëmbëlsi të fjalorit, neve nuk kemi moral në komunikim, neve nuk kemi komunikim të shëndosh, dhe krejt kjo është si rezultat se na i kena prish raportet me Zotin dhe nuk dëshirojmë me jetu me mësimet profetike. Nuk ka zgjidhje tjetër. I dërguari i Allahut i mësonte njerëzit jetoni për me arrit kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Dhe pastaj më shihni mua se Zoti ka thënë mua me marr për shembull. Shifni se si komunikojnë me njerëzit. Nuk kemi nevojë neve ata të cilët na shohin, t'i shohim edhe neve, për arsye se vetëm e keqja nuk kthehet me monedhën e njëjtë. Ai të ka shohë s'ka problem, po ti mos e shoh. Nëse ai ka shoh dhe ka tregu vetveten, tani tregoj edhe ti vetveten, pse duhesh me shoh? Tregoj vetveten se ti nuk je nga ata që shohin. Pastaj është ai shembulli i bukur që e kanë dhënë komunikologët. Thonë njeriu ka njerëz të cilët komunikojnë pas shpine. Ata në fakt komunikojnë me ty, por me dikën tjetër për ty. Është një lloj komunikimi i çuditshëm kjo. Pra ai duhet me fol me ty, ai s'flet me ty. Ai flet me tjetër kanë për ty. Ke parasysh? E tash, kjo i ngjan sikur ajo Shqiponja, keni pa Shqiponjën? Ne tim Shqiponjën se kena shumë dashur na shqiptar. Shqiponja vetëm më në shpesë që e lën me u ngjit mbi kokë është sora. S'len shpesë tjera, nuk lën. Dhe sora gjithmonë e çukatat mbi kokë, i mshon me skepin e saj të fuqishëm. Dhe përçuditërisht Shqiponja nuk i bën përshtypje ajo. Ajo thjesht ngjitet më lart, deri kur? Deri në momentet kur sorës i azgjesohet ose mbet pak oksigjen dhe bie nga t'i lart poshtë pa frymë dhe pa ndjenja. Kështu i mësonte i dërguari i Allahut, mos u merrni me ato. E shonte nusja e migjës pejgamberit sa më shonte i dërguarin e Allahut të ditë të shtojë i shkatruar. E shonte nga mbrapa. Mu dhemmi me thoshte, i shkatruar. I dërguari i Allahut e dëgjonte, e dinte shumë mirë se çfarë i thot. Nuk kishte nevojë me të pyet ty, se pyeste ai. E kishte Xhibril alayhis salam komunikologun që ja sillte muhabetet sakta dhe pa pikë dyshimi. I besueshëm i Allahut, besniku i shpalljes. Thoshte i dërguari i Zotit, me ty e ka dikush nga sahabët, i tha kjo ndoshta më jashtë tha me ty e ka. Tha si e ka me emrin unë? Tha i lavdruar, tha çka thot kjo? Tha i shkatruar, tha se ka me mua. Nuk kanë ngatruar me dikant tjetër. Ke parasysh pra, kjo është ajo që na duhet tërkohën ta kemi parasysh. Të jemi ata të cilët në familjet tona do të demonstrojmë dashuri, do të japim dashuri, që të marrim dashuri, respekt, dashuri, përqafim, komunikim të butë, suksesshëm me qëllim që të arrijmë suksesin, të arrijmë një
një gjendje të shëndosh dhe të mirë dhe të dashur dhe jashtë familjes të kemi respekt, butësi dhe komunikim të shëndosh me qëllim që të arrijmë qëllimet dhe të jemi suksesshëm. Padyshim. Ju hoqë nderuar keni dhe botime të tjera? Jo, nuk kam botime tjera, në fakt kam dorëshkrime të cilat do të botohen, po unë e shkruaj rregullisht, domethënë opinionet e mia në gazetën Koha dhe revista tjera, por gazeta Koha është gazetë e përditshme dhe i përshëndes ata të redaksisë gazetës Koha të cilët ma mundsojnë, ma japin atë hapësirën të shkruaj, pra kuptohet shkrimet e mia më shumë kanë qenë për gazën. Por kuptohet kam edhe për gjëra tjera të cilat e tangojnë shoqërinë tonë. Megjithatë, ky libër dallon nga të gjithë dorëshkrimet e tjera apo shkrimet e tjera. Kjo është më i veçantë. Pikërisht. Unë kam drejt, nuk e kam cilësi lëvdrimi, nuk e dua. Po megjithatë është një punë që duket. E urrej duar trokitjen e tepërt, por që ky libër meriton të duar trokitur. Sigurisht. Është vërtet për arsye se është bërë një punë e cila ashtu siç e kanë vlerësuar mentorët, domethënë ata të cilët e kanë dëgjuar, kanë qenë konsultent kur unë e kam mbrojtur këtë temë, ashtu edhe ata të cilët e kanë lexuar arabisht, padyshim, kanë dhënë vlerësimin maksimal dhe besoj që ky libër është i mirë të jetë pak tek studentët e komunikologjisë ta shohin se dikush ka folë edhe ndryshe. Pastaj pejgamberi sa ka pas një cilësi, nuk di nëse ke hala pyetje. Vetëm do më interesonte se ku mund ta gjejnë lexuesit këtë libër, për shembull studentët ose ata të cilët duan ta kenë në duart e tyre? Fillimisht libri gjendet tek shtëpia botuese Furkan në Shkup. Pastaj, nëse shtëpia botuese Furkan e ka shpërndarë diku tjetër, nuk e di, nuk kam njohuri, pra libri unë jam autori i librit, por nuk jam pronari i librit, këtë të jemi shumë qartë. Pra libri është në pronësinë e shtëpisë botuese Furkan në Shkup. Dhe ata të cilët dëshirojnë me gjetë librin, padyshim se do të komunikojnë me shtëpinë botuese Furkan. Ajo ka faqen e vet edhe në faqen, edhe në Facebook, edhe në Instagram, pra në të gjitha rrjetet sociale, ka aty domethënë një pjesë komunikimi, padyshim, dhe ata do të ta porosisin dhe besoj që ata të cilët dëshirojnë me pas librin e gjejnë shumë lehtë. Pa pikë dyshimi. Pikërisht. Ndoshta për arsye se përmendet edhe çështjen e asaj se studentët ndoshta duan ta kenë në duart e tyre dhe për fund cilat ishte porosia juaj për sa i përket këtij botimi dhe ndoshta edhe botimeve tjera që presin në radhë që të botohen. Ajo që është e veçantë në këtë libër, domethënë ajo që unë kam marrë si mësim kryesor, është atë që s'kan mund ta bëj, edhe s'mund ta bëj. Domethënë trajnuesit më të mëdhenj në botë, qoftë komunikologjisë, qoftë pedagogjisë, nuk kanë shansa. Merre njeriu mbajë 1 vjet në trajnim. Me me trajnuesit më të mëdhenj në botë, nuk kanë mundësi me e bë. Atë që e ka bë pejgamberi alayhis salam te vetvetja dhe tek njerëzit, dhe ajo është pika referuese për mua, që unë kam dëshirë ta bëj për vete, padyshim, por e kam pak të vështirë, është të krijuarit autoritetin mbi vetvete. Absolutisht njeriu s'e krijon autoritet mbi vetvete. E ka shumë të lehtë këtë dynjos mi thon kjo s'ban, kjo ban, kjo duhet më bëj kështu, kjo s'duhet kështu, po duhet kështu, por vetvetes nuk i thot. Gjithmonë tek vetvetja e gjen një lloj arsye që hajme, se kaluse. I dërguari Allahut fliste pikësisht me vetveten dhe krijonte autoritet mbi vetveten dhe i mësonte sahabët me kriju autoritet mbi vetveten dhe kjo është arsyeja kryesore e suksesit. Faleminderit shumë për këtë këshill dhe faleminderit shumë që na nderoni gjithmonë për respektin që jeni pjesë e emisioneve tona. Ju përgëzojmë edhe një herë për këtë libër kaq të veçantë, duke uruar që t'ju shtohen botimet e dobishme për shoqërinë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shpresojmë që shumë shpejt do të dalë edhe libri me hutbet e ditës xhuma. Ajo më tepër do të jetë për të gjithë padyshim, por ndoshta do t'ja ndihmoj situatën më shumë hoxhallarëve, të cilët ligjërojnë ditën e xumë. Pastaj me radhë botime të tjera, ndoshta edhe doktoratura shumë shpejt do të botohet. Inshallah do në Allahu xhaleshanu dhe ka suksese dhe arrim atë për të cilën e kemi bërë, domethënë me arrit kënaqësinë e Zotit, nuk dëshirojmë asgjë tjetër. Nëse Zoti është dakord, ne jemi shumë rahat. Allah ju shpërbleft edhe një herë që më pa të arsyeshëm të jemi këtu. Besoj që ju më keni ftuar disa herë. Unë asnjëherë nuk ju tham jo. Po dyshim se tek unë keni derën çelë për faleminderit për respektin. Faleminderit shumë.
Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne. Rikthehemi pas edicionit informativ të orës 15.